Ju përshëndes gjithë dhe ju falenderoj jo vetëm për pranin e sot me këtu, por dhe për gjithë angazhimin tuaj gjatë tyre ditëve. I keni dhënë rëndësinë e duhur, një çështje që mbase mund duket ekstreme, po të them, por për ne, për shqiptarët, është një çështje jeta vdekje. Pse e them këtë? 12 vite më mirë se ju, askush tjetër nuk e ka provuar çdo të thot kjo diktatura e re që po provojmë. Tashi që po vija në këtë rrugë, se në fakt në Baldush nuk kam qenë këto ditë, pyeta dhe Elin, rruga që bëm është rruga që është ndërtuar që në 2009, mos gaboj, nga Partia Demokratike. Asgjë investim tjetër, asgjë tjetër nuk është bërë në këtë zonë me ardhin e rilindjes në pushtet, asnjë investim në infrastrukturë, asnjë investim për fermerët, asgjë. Përkundrazi, vetëm persekutim, dhunë, korrupsion, e njihni ju më mirë se kushdo çfarë ka ndodhur këtu, qoftë me financimet që duhet t'jepeshin për bujqësinë, qoftë me parat me cilat është abuzuar më shumë se me këto paratë e tërmetit, me gjithçka tjetër. Në vend që t'i jepej financim fermerit, ndihmoheshit ju, këtu kanë ndarë parat me njëri tjetrin, një tuf banditësh, hajdutësh, që sot për fat keq administrojnë këtë zonë. Prandaj, thash, për gjithë ne, betejë e 11 majit është një betejë për jetë a vdekje. Ne nuk mund të lejojmë më që të vazhdoj kjo gjendje. Ne nuk mund të lejojmë më që fëmijët tanë, të rinjt dhe të gjithë një pjesë e intelektualëve shqiptar të largohen nga Shqipëria, sepse nuk e gjejnë veten këtu. Nuk mund të lejojmë që të braktiset vendi, sepse disa kokra, si ai që kemi në krye të qeverisë, bashkë me i tuf tjetër hajdutësh, duan të jetojnë në luks, ndërkohë që shqiptarët sot, edhe sipas shifrave të institucioneve ndërkombëtare, 48% e shqiptarëve jetojnë në varfëri. Kurse Rama ndërton parqe, i të quan dhe parku i Edenit e quan, në kryeministri për vete 5 milion euro, merr charterin dhe shëtit në përbot, a thua se është në i sheik dhe jo kryeministri i vendit më të varfër në botë. Ulet e pi vera nga 35.000 e 36.000 euro. Shkon me madamën e tij në për pika turistike, për masazhe dhe për relaks, ku paguajnë nga 10.000 euro. Gjitha këto janë fakte që janë bërë publike dhe ju i dini shumë mirë. Po nuk janë vetëm këto. Me të gjitha këto janë para që ju vjedhen shqiptarëve. Çdo ditë, edhe në këtë moment që ne jemi këtu, ne po na vjedhin. Kjo qeveri po na vjedh. Prandaj e vlerësoj shumë dhe një herë që jemi këtu të gjithë bashkë, që jemi betuar se këtë betejë do ta çojmë deri në fund dhe do ta fitojmë detyrimisht. Të gjithë bashkë për vete dhe për shqiptarët. Unë nuk po e zgjas më shumë, sepse faleminderit, sot kemi mes nesh doktorin, i cili përveç se do t'ju përshëndes, do të paraqes dhe një pjesë të programit për bujqësinë, një çështje që juve ju prek direkt dhe ju intereson gjithëve. Faleminderit dhe një herë dhe fjala për doktor Berishën. Apo fletat.